Eja ndërto botën tënde në gjithçka gjen. Hey ti, po, ti superheroi i vogël. A ke parë ndonjëherë një kopësht që rritet brenda një vazoje të vogël magjike? Sot, Plant Ken po na pret për të krijuar diçka të mrekullueshme. Nuk është thjesht mbjellje, është ndërtimi një bote sekrete. Do të përdorim lopatat tona lodër për të rregulluar shtëpinë e re të bimës. Dhe pjesa më e bukur, do të vendosim aty miq tan më të mirë, një brirësh, kafshë pylli dhe krijesa magjike. Shiko sa bukur. Do të mësosh si të bësh një kopshtar i vërtet ndërsa luan. Pak ujë, pak dritë dielli dhe shumë dashuri. Këtë vazën do ta vendosim në një ambient ku të bie drita edhe dielli. Dhe çdo ditë do ta ujisni, siç e ujitëm këtu shumë pak, okay? Derisa të fillojë dhe ajo të rritet. Bima jote do të rritet mes lodrave, fiks si një përrall. Është kaq e pastër, kaq e thjeshtë dhe shumë argëtuese. Krijo kopshtin që ke ndërruar dhe merre me vete në shtëpi si një kujtim të gjelbër. Mos mungo, sepse bota jote e vogël po të pret. Por surpriza nuk mbaron këtu. Tani, radha artistëve. Me setin ton, do të ndërtosh një tufë me lule unike që nuk vyshken kurrë. Me vazo të bardhë, ngjyra dhe materiale shumë të buta, do të krijosh vazon me lule të ëndrave. Dhe në fund, kur kopshti të jetë gati dhe arti të ketë përfunduar, vjen momenti më i rëndësishëm. Çdo pjesëmarrës do të marrë një certifikat. Ti do të jesh zyrtarisht një mbrojtës i natyrës dhe një artist i vogël. Mbill, krijo dhe merr diplomën tënde me vete në shtëpi. Eja të kalojmë një ditë plot ngjyra dhe lumturi. Ne po të presim me shumë dashuri. Shihemi atje kopshtar të vegjël.